po komentohet në Maqedoninë e Veriut, sidomos mes faktorit shqiptar? Për hir të së vërtetës, Eraldin, kohë më parë kam pasur një shkrim në këtë temë dhe parafërsisht e thash se nëse me të drejtë Kosova, Prishtina zyrtare e drejton gishtin nga Beogradi zyrtar për ndërhyrje në procesin zgjedhor, atëherë me çfarë të drejte, e thash unë, e bën kryeministri i Kosovës me ne shqiptarët këtu në Maqedoni, për shkak se animi nga njëra palë natyrisht se nuk shikohet mirë nga pala tjetër dhe fjala është për të dyja palët shqiptare. Animi nga vleni me automatizëm krijon një tension tek opozita, fronti i këtushëm opozitar dhe të them të drejtën, nuk është se kalova shumë mirë, mu dash të kujdesaroj në rrjetet sociale në Facebook që t'i përballoj ofendimet e etiketimet nga më të ndryshmet, por është një fakt se Prishtina zyrtare, jo vetëm në këtë cikël zgjedhor, e kemi bashkëbiseduar edhe në zgjedhjet e përgjithshme kur u zhvilluan këtu, por edhe 2-3 ciklet e më hershme prej se lëvizja vetëvendosje ndodhet në pushtet, nuk është se nuk e ka bërë një ndërhyrje që unë jam i prirur ta krahasoj me atë ndërhyrjen në fillim të viteve 90 të Tiranës zyrtare, paçka se për hir të së vërtetës kemi pasur edhe, le të mos them ndërhyrje, por interesim goxha të dukshëm edhe të Tiranës për zhvillimet këtu në Maqedoninë e Veriut, por jo me agresivitetin që ka ardhur po vjen fatkeqësisht nga Prishtina. Apo vjen kjo për shkak që po sheh Kurti potencialin e tij që të ndikojë dhe mbase dikush edhe mund të thotë shifini rezultatin. Pra vleni praktikisht është fitues nëse flasim pa shkuar në raundin e dytë, edhe pse edhe në raundin e dytë shumicën sidomos në qendrat më të mëdha sikur s'është Tetova janë të parët, pra janë lider. Unë kujtoj se zoti Kurti nuk ja doli gjatë këtyre angazhimeve pro opozitës së derdhjeshme shqiptare që kanë qenë thuaj të dyja aleancat, pastaj e krijoi, ai ishte kumbari i grupimit politik Vlen, nuk ja doli të mund partinë e zotit Ahmeti edhe personalisht edhe zotin Ahmeti. Ka për hir të së vërtetës tani një përmirësim, por kjo për këtë mbase mund të ketë merita pikërisht zoti Kurti në trashjen e miqësisë mes VMRO DPMNE-s dhe grupimit politik Vlen, por për sa kohë që grupimi politik Vlen nuk e merr votën tek shqiptarët, vështirë se këto tensione do të mund të hiqen nga rendi i ditës. Po e them votën tek shqiptarët në mënyrë që të jetë votë bindëse. Ju falenderoj shumë për kohën, zoti Gjizajri. Ishte e kënaqësi, gjithë mirat.